Në 3 kohë, mrena 24 orë që to musliman janë 3 kohë që musliman duhet me pas kujdes, mos me ilshu fëmin me lujt në këto kohë. Po edhe është mirë që mu afru edhe mos mu marë shumë me gjanat kota në këto 3 kohë. Edhe në festime në këto 3 kohë, runo, që tjoni që tjeni të ba, ruju në këto 3 kohë, për shembull i ndarshëm, ruju në këto 3 kohë, janë kohë që jashtëzakonisht shumë i shfrytëzon shejtani. Cilat janë këto 3 kohë? Para perëndimit diellit. E para perëndimit diellit, domethënë pak para se me praru dielli. Kjo, domethënë procesi i prarimit diellit, në këtë kohë ruju. Në këtë kohë ruju është kohë e shejtanave. Domethënë është kohë që shejtanat e shfrytëzojnë shumë. Në këtë kohë rujo, në këtë kohë dhe ka ndalu Rasuli a.s. me lanë fëmin me lujt. Realisht bashkë në qatë kohë e lëshohen fëmija me lujt, zisa keni vrejt. Ama në këtë kohë runo, nëse moni me afron, nëse së me avna lojen, afron nga tyne, rriu gati, sa të mëjsh në këtë kohë. Dhe më thënë, pak para se me praru dili. Mas falis e jacis, mas falis namazit jacis, deri në gjysën e natës, rujo. Në këtë kohë e ka ndalu Rasuli a.s. me najt me bolaft kohët. Veç në qofë se rrën e përmen Allahun, lexon për librit Allahut, falesh, e bani vepër të mirë, në këto lejohet, ama me najt që shrim në shqiptar të pi qaj edhe me bolaft, në këtë kohë e ka ndalu Rasuli a.s. Mas fales se jacis, dhe në gjysë natës nuk është mirë më marë me gjanat kota, po thamë, runo ku dënë që tjeni, edhe në qofë se i ndarësëm, edhe në qofë se kësaj kohë rujo, që kësaj kohë rujo, rigati vete sa ma shumë në këtë kohë. Edhe treta është pak para kohës drekes. Në këtë kohë e ka preferu Rasuli a.s. me ra me pushu, me flajt pak. Unë e di që njerëzit thonë qysh para drekes me flajt, nuk ta qëtë matematika, adim se s'ta qëtë matematika, se ti që është në tetë, nanë. E me thonë me ra para drekes, do me thonë me flajt pej 11:40 dhe deri në 12:30, ose pej 12 dhe deri në 12:45, duke e pa monshme qysh me flajt. Mu pa quti me falë sabajen, edhe mos me flajt heqëm as sabajt, edhe me flajt në qitë kohë, adin qysh pushan trupi, të një i gatshëm për mazdite. Është kohë që Rasuli a.s. e ka preferu me flajt në kitë kohë runo. Runo është kohë që në qofë se nuk flanë me pushu, e shfryzon shejtani shumë. Këto janë 3 kohë që shejtani, la'natullahi alayhi, i shfryzon shumë. Kështu që ruju, kujdes në këto kohë. Këto janë kohët. Runu në këto 3 kohë që i përmenëm, edhe runu në këto gjendje, kur je i gëzushëm shumë, kur je shumë i gëzushëm, jashtëzakonisht i gëzushëm, ruju se shejtani mund të ta qit një kurth. Kur je shumë i mërzitshëm, ruju se shejtani mund me qit kurth. Kur je shumë i lodhshëm, ruje se shejtani mundet me qitë kurth. Do me thanë, rujën këto gjendje edhe rujën këto kohë pe kurthave të shejtanit. E lusëm Allahun, azza wa jall, me na ruaj gjithmonë pe kurthave të shejtanit.